Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha doli me deklarata të forta nga Selia Blu, duke cilësuar kryeministrin Edi Rama si armik të egër të interesit kombëtar dhe argat të Beogradit. Ai është armik i egër i interesit kombëtar, i vokacionit perëndimor dhe vetë ekzistencës së shqiptarëve si kombë. Se pas Enver Hoxhës, që deklaronte me krenarisë se Kosovën ja lam serbëve, Edi Rama në këto vite pushteti është tradhtari më i madh i Kosovës dhe kombit shqiptar. Ai ka sill në vëmendje shifrat e emigracionit, duke pretenduar se nga viti 2015 deri në vitin 2024, rreth 1.99 milion shqiptar. Ai ka sill në vëmendje shifrat e emigracionit, duke pretenduar se nga viti 2015 deri në vitin 2024, rreth 1.999.000 shqiptar janë larguar vetëm në hapësirën e Schengenit. Edi Rama mund të shpallet paniç emeritus i Serbisë, pasi në politikat e tij ka tejkaluar edhe platformën e Vasor Trubilovicit për dëbimin e shqiptarëve nga Shqipëria. Shifrat janë alarmante. Nga viti 2015 deri në vitin 2024, vetëm në hapësirën e Schengenit janë larguar 1.990.000 shqiptarë. Së bashku me emigrantët në vende tjera janë rreth 45% e popullsisë të larguar nga vendi. Ndërkohë, në vitet 2007-2014, numri i shqiptarëve në Shqipëri u rrit çdo vit. Berisha ka akuzuar gjithashtu qeverinë për dështime në ekonomi dhe bujqësi, duke pretenduar se fermerët janë lënë pa mbështetje dhe se në vendet e Bashkimit Evropian subvencionet për bujqësinë janë standard. Se nuk ka asnjë vend në vendet anëtare të Bashkimit Evropian apo që negociojnë, të cilat nuk japin subvencion për naftën për fermerët. Në fund të deklaratës së tij, Berisha ka kërkuar që diaspora dhe qytetarët të mos bien prej nismave qeveritare si paketa e maleve, të cilën e ka cilësuar si propagandë politike. Pakete e mafjes, të cilën e quhen pakete e maleve. Ju e njihni Shqipërinë. Shqipëria është vendi më malor për sipërfaqen e saj në Europë. Ka kodër mal rreth 75-80% të sipërfaqes. Tani ku e ka gjetë Edi Rama malet me paketën e tij? Në Maminas. Në Maminas, rreth Maminasit 30 metër mbi sipërfaqen e detit. Pra, është gjithçka një mafje, ndaj ju lutem askush mos bie pre viktim e mashtrimeve të Edi Ramës, të paketës të mafjes. Lideri demokratik ka bërë thirrje dhe për mobilizim qytetar, duke ftuar shqiptarët i bashkohen protestës së paralajmëruar me 17 prill si kundërshtim ndaj asaj që e quan narkoshtet.